Vazhdojmë intervistën me kandidatin e koalicionit Vlen për kryetar të komunës së Çajirit, zotin Izet Megjiti. Mirëmbrëma dhe mirëserdhët në Alsat. Mirësirgje, faleminderit për hapësirë. Zoti Megjiti, 3 herë ishit kryetar i komunës së Çajirit. Ku dallon oferta juaj këtë radhë? Përse qytetarët e Çajirit duhet të ju votojnë për herë të katërt, ndërkohë që problemet mbeten të ngjashme si më herët? E para, nuk jam pa pozicion dhe tash dalë për kryetar Çajiri, po lo pozicionin më të lartë, për shqiptarët, zëvendës kryeministri i parë në qeveri, për 2 arsye. E para, është politike, për shkak se u përqendru në këto zgjedhje lokale, sidomos në kampusin shqiptar, që këto janë zgjedhje të rëndësishme dhe fokusi është mbi Çajirin dhe Tetovën. Dhe pra me që është kështu, nuk jam për atyne që i ki betejave, duhet që fjallën e fundit ta ketë sovrani, ta ketë votuesi. E dyta, për shkak se në kaluarën kemi lëviz disa çështje në Çajir, mirë po me forcat tona, me fuqit tona, me shumë pak përkraje nga qeveria. Kjo qeveri është qeveri që i përkra mas shumë të komunat, edhe ata në projekte kapitale, projekte ekonomike, 1 miliard euro pra janë të ndara për investime kapitale dhe vlerësoj që një mas miri Çajirin, një kompetencat e një problemet dhe me këtë mbështetje politike, bugjetore, mendoj që mund të bëjmë më të mirën për Çajirin. Në fokus të kësaj fushate kanë qenë dhe dërtimet jo legale në Çajir. Ju akuzojnë se ju keni lejuar të lullzojnë dërtimet jo legale. Nëse bëheni kryetar, si do të vendosni rend dhe rregull në Çajir? E para, ato që akuzojnë nuk kanë drejt morale, për shkak se kundër kandidati vetë jeton në shtëpi që është dërtimi i egar, pra flas për aspektin moral. E dyta, nuk i ka shpik Çajiri këto, domethënë çështjen e ballkonave, çështjen e ndërtimeve, i kemi mësuar nga komuna të tjera dhe mendoj që është dashur një periudhë që edhe qytetarët e Çajirit t'ju mundësohet ajo që mundësohet gjitha komunave, këtë mund të them edhe me numra. Çajiri është komuna e 6 të qytetin e Shkupit për nga numri i ndërtimeve pa leje, po ashtu është e 10-ta në nivel republikan dhe nuk është komuna shqiptare e para, domethënë për nga numri. Mirë po, kjo është një fazë domethënë kalimtare, ku Çajiri domethënë kaluarën ka pas shumë probleme, nëse që i kemi trashëguar, për shembull problemi i ndërtimeve të egra në Dijon daton prej viteve 90-ta që ka arrit deri në Beograd për të shpëtuar shtëpitë pa leje në Dijon, Beliu Patru, Dijonska, Rushonska e kështu me radhë. Mirë po, mendoj që tash janë stabilizuar gjërat dhe tash është momenti për të vendosur rend në një komunë urbane siç është Çajiri. Zoti Megjiti, cilat janë 3 masat konkrete që do të ndërmerrni për ta zbutur ngarkesën e trafikut në Çajir, sidomos në zonën e Çajirçanes? Po, një për arsyeve që kthehem është pikërisht pra gjejmë zgjedhje të punojmë në drejtim të komunikacionit, për shkak se është komunë me densinë më të lartë në Europë dhe vetvetiu kjo krijon të lashët e veta. Pra koncepti është në brenda Çajirit dhe Çajiri nuk duhet ta shohim të izoluar. Çajiri është domethënë pjesë e Shkupit. Në këtë drejtim pra projekti i parë do jetë rruga e Pashës apo Cveta Ndihmovit, për cilën ka projekt, ka leje, ka konstrukt financiar, ka dhe konstrukt financiar edhe për dëm shpërblim dhe kanë filluar procedurat për dëm shpërblim. Duhet një kryetar i ri i qytetit që domethënë të hecë kjo punë dhe të ketë vullnet në këtë drejtim dhe besoj që do jetë projekti i parë rruga e Pashës. Rruga e dytë është rruga John Kennedy, të shpërton në bulevardin Nikola Karev. Rruga e tretë është bulevardi Maqedona Kosovare apo tashmë i quajtur Mithat Frashëri dhe me zgjerimin e këtyre 3 arterieve kryesore të Çajirit dukshëm pra do relaksohet. Po ashtu në programin tim është edhe të vendoset unas rreth malit të Gazibabës, që qytetarët e Gazibabës të kenë qasje edhe në rrugën e Pashës, po të kenë qasje edhe ka autokomanda. Dhe kjo është brenda Çajirit, po ashtu lagjet brenda Çajirit parashojmë të jenë me rrugë 1 kafshë. Ndërsa jashtë Çajirit, që dukshëm dhe ndihmon komunikacionin e Çajirit, janë bulevardi Slovenia dhe Bosna Hercegovina, duhet të vazhdojnë me bulevardin Kroacia për dalë në autokomanda aerodrom dhe Slovenia duhet të vazhdojnë me bulevardin Malizi për dalë në Gjorshe Petrov dhe Karposh, që dukshëm pra nuk do kenë nevojë të hyjnë nëpërmjet Çajirit dhe dalën në ato pjesë tjera të qytetit. Mendoj se këto janë ato projektet kryesore që e ndryshojnë dhe japin vlerë tjetër Çajirit. Çfarë planifikoni në kuadër të ndërtimit parkimeve të reja dhe ku?
saktësisht? Këtë mandat të kaluar, pra janë krijuar 1000 vend parkinge të reja, ndërsa vetëm këtë periudhë 3 mujore, dhe kjo është ndryshimi që ka ndodhur. Në të kaluarën pra kemi dalë dhe kemi kërku votën për premtimet për programin, tash vetëm këto 3 muaj sa është bë nga Çajiri dhe nga qeveria sidomos, pra është më tepër se sa në të kaluarën që është bën një mandat për shkak mbështetjes nga qeveria, dhe në top prioritetet është parkingu, për atë veçmë në Ministrinë e Transportit është në procedurë të përzgjedhjes së ndërmarrjes dhe për 2-3 javë do fillon ngurthemeli i sheshit Skënderbej, që do jetë identik me sheshin Skënderbej në Tiranë, me parkingje nëntoksore dhe sipërfaqja mbi të jetë shesh për aktivitete kulturore, sportive e tjera në funksion të qarqisë dhe mbyll problemin kryesor të qarqisë. Para disa jave hapëm parkingun nëntoksor të qendra konservative në Qarqi, që 40 vite ka qenë mbyllur, janë 70 vend parkingje të reja. Në Gazibab, pra, është një ndërmarrje Karaxhica, i cila ka shkëndruar, tash e kemi marrë atë në funksion të komunës dhe për të bërë parkingje. Pra, vetëm me këto janë diku mbi 1000 parkingje të reja, ndërsa ne kemi vendosur target, domethënë që këtë mandat, pra, në prioritetin më të lartë aty janë parkingjet dhe 3000 deri 5000 vend parkingje të reja për Çajirin, për ta stabilizuar krejtësisht situatën, duke bërë garazh në kat në Çajrçank, tek rruga e plastikave, tek në obor të Isabegut, xhamisë dhe disa vende tjera. Çfarë parashikon programi juaj për përmirësimin e kushteve në shkolla, por edhe për përmirësimin e cilësisë në arsim? Edhe kjo është prioritetet më të larta, duke filluar nga qendra rinore që do jetë në funksion të rinisë, ndërsa tek arsimi fokusi është i vendosur për shkak se Çajiri më tash është bërë qytet studenti, ku ka prezencë të 20.000 studentave, diku 10.000 në gjuhën maqedone, 10.000 në gjuhën shqipe kryesisht, në 4 universitetet që janë brenda ose përreth Çajirit, dhe ka ndryshuar edhe ambientin edhe atmosferën. Kjo është sa i përket edhe kjo u kry misioni, me që par dje filloi edhe ndërtimi i kampusit të Universitetit Nën Tereza, që është investim 40 milion euro. Mirë po, ne fillojmë tash si mandat në Çajir, pra me projekt arsimit parashkollor, qerdhja Bambi, e cila ka qenë barak dhe për 60 fëmijë, tash është për 360 fëmijë, është qerdhja më e madhe në Maqedoni përballë stadionit KF Shkupi, dhe në qeveri kemi kaluar edhe 2 qerdhe tjera të tipit të Bambit, dhe këto 3 qerdhe kanë kapacitet për 1000 fëmijë, ndërsa kërkesa në Çajir është për 1100 fëmijë. Pra në mbeten 4 qerdhe tjera për aktivitete të lira, për hobi e kështu me radhë. Sa i përket arsimit fillor, Çajiri ka 9 shkolla fillore dhe një shkollë për fëmijë me nevoja të posaçme, atë të shkolla Idnin në Ardmaria, të cilët tash i kemi bartë në komunën Qendër, e kemi rregulluar objekte me Ministrinë e Arsimit, dhe aty kemi hapësirë prej 16.000 metra katror, ku do ndërtohet një shkollë për fëmijë me nevoja të posaçme, që është në funksion të 16 komunave, dhe 8.000 metra të lira që mbeten, ndërtojmë një shkollë të re imitat Frashëri përballë shkollës Penko, që dukshëm dhe stabilizon situatën, dhe shkolla e dytë fillore e cila do ndërtohet është në përfundim të lagjës së Tenet Çemahallës apo përballë Fushtopanës. Shkollën, domethënë, e kemi prezantuar edhe projektin, dhe ajo që duhet të them është që 8500 nxënës në Çajir ka në arsimin fillor. Me 11 shkolla i shpërndajmë në çdo shkollë nga 700 nxënës, dhe ashtu siç ka filluar kongresi i manastirit të punon me një ndrim, shkolla e dytë që do funksionon me një ndrim do jetë Jashar Beju, shkolla e tretë do jetë 7 Marsi, dhe me ndërtimin e këtyre 2 shkollave të reja, domethënë brenda këtij mandati gjitha shkollat e Çajirit do jenë me një ndrim, me mësim tërditor, me qendrim ditor, që është investim kualitativ. Po ashtu dje premtuam edhe që uniforma falës, domethënë për nxënësit, sigurimi i shkollave më i lartë dhe shujta për familjet të cilët janë me ndihmë sociale. Për shkak se jemi në fund të minutazhit, na ka mbetur dhe 1 minutë, çfarë nëse nuk arrini të fitoni besimin e çajirazve? Çfarë do të thotë rezultati për ju? Po, verdiktin e fundit do të thënë qytetarët e Çajirit, deri tash nuk di për humbje, dhe duke po anketat serioze, duke po energjinë përkrajen në teren, mendoj që fitoria do jetë e thellë, po unë nuk jam pjatyne që i hiki përgjegjësisë. Çfarë do epilogu, domethënë ka përgjegjësi politike dhe nuk i hiki kësaj. Jo, faleminderit për këtë Faleminderit intervistë. edhe ju. Shikues të nderuar, ne vazhdojmë me zhvillimet e tjera të ditës.